Gjykata administrative e shkallës parë pas ka shqyrtuar dhe madje pas ka marrë vendim për masa disiplinore ndaj deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët si sot rreth 4 muaj më parë hodhën flagadan dhe bllokuan punën e kuvendit me dhunë. Spari për gëzim e gjyqtarit apo gjyqtares që e pas ka kryer kaq shpejt të proces. Uroj të jepen tilla vendime kaq shpejt edhe për ankesat e hallet qytetarëve të thjesht, për hallet vërteta jo si këto. Sepse të barosh një shkallë gjyqësore në Shqipëri për kaq pak ditë qen ka një rekord. Por thelbi i çështjes është një lajthitje në objekt për çdo që mund ta ketë thënë këtë vendim. Ndoshta gjyqtari apo gjyqtarja nuk e di se gjykata e lartë e Republikës sonë e ka konsoliduar praktikën në një rast më parshëm duke sankcionuar moskalimin e gardhit të gjyqësorit tek fusha e legislativit për këto lloj masash disiplinore. Dihet botërisht se gjykatat nuk kanë jurisdiksion të gjykojnë këto lloj masash disiplinore, sepse këto janë akte të parlamentit dhe nuk mund t'i nënshtrohen vlerësimit nga pushteti gjyqësor. Përveç se në rastin kur vet ligji i posaçëm për statusin e deputetit apo rregulloria e kuvendit do ta parashikonte shprehimisht këtë mundësi. As ligji dhe as rregulloria nuk e përcakton këtë mundësi. Në këto raste vepron parimi i autodikjes, pra që janë organet e vetë parlamentit ato që gjykojnë veten dhe askush tjetër. Përjashtimet duhet të parashikohen shprehimisht në kushtetut apo në një ligj të posaçëm, ndryshe nuk i hyn dot brenda gardit. Në Parlamentin italian, për shembull, procedimi disiplinor ndaj senatorëve dhe deputetëve normohet nga rregulloret e brendshme të secilës dhomë, me qëllim zhvillimin korrekt të punimeve të parlamentit dhe mbrojtjen e dinjitetit të institucionit. Organi kompetent për gjykim është brenda dhomës përkatëse dhe aty mbyllet e gjithë procedura. Nuk ka gjykat ku mund të apelohet. Edhe në çdo parlament tjetër është e njëjta praktikë. Edhe Franca gjithashtu. Gjykatat qoftë në Francë apo në Itali, gjykatat e larta administrative kanë përcaktuar se gjykatat nuk mundet të shqyrtojnë këto lloj çështjes, sepse ato janë kompetencë ekskluzive e asamblesë apo e senatit apo dhomës deputetëve. Tani kush do reagoj? KLG-ja, ILD-ja apo shoqatat për këtë lajthitje në objekt? Ju përshëndes nga Kamsa.